Ju, momentalisht, jeni duke më dëgju, po nuk jeni duke më pa. Kjo është një praktikë që ndodh po ashtu në tregtim, në përqartat që ne gjithmonë kalojmë kohën tonë duke i studiu. E fatkeqësisht për disa, e fatmirësisht për disa, qartat, çmimin e to, na tregon se gjërat që janë prezente aty dëgjohen. Çmimi flet, por a jemi ne ata të cilët e kuptojmë? Kjo praktikë bëhet në qarta, ashtu siç është duke u zhvilluar kjo video. Shumë gjëra neve na flasin, na tregohen, na gjurmohen prej market makers para syve tonë, muaj pas muaji, javë mas jave, e ditë pas dite, e ne nuk i shohim. E për atë arsye, ne jemi këtu. Përshëndetje miq prej Leorentit, prej Team I'm Possible. Shpresojmë që ju jeni mirë dhe me shëndet, jo edhe familjet e juaja. Kjo është një video përmbyllëse për vitin 2025 që do të postohet në shorts në rrjetet tona sociale tjera dhe po ashtu në mënyrë totale këtu në YouTube. Në këtë video do shohim jo vetëm ashtu qysh kemi bo gjatë gjithë vitit, pa marrë parasysh që kemi në për live, në për rrjetet tjera sociale, në për përditshmëri, jo vetëm high lows of the days, weeks, months, do më thonë në pjesë të larta dhe të ulta të ditëve, javëve, muajve, por po ashtu tregojmë edhe pjesën më të fundit të vitit në këtë video. Po ashtu do shihni disa prej analizave ku ne non-stop kemi thonë që kemi pra pjesë të tyre që prej fillimit vitit e deri më tani, edhe po ashtu disa prej videove që tashmë i keni postuar që ju të jeni të njohur, do i shihni që komplet pjesën nga ana poshtë edhe lart, do më thonë kemi tregtuar vitin në ndërkohë, kemi tregtuar position dhe swing trading, po ashtu day edhe intraday trading, e kështu me radhë. Është një prej videove tona përmbyllëse, është e gjatë, por posedon tepër shumë rëndësi për ata që dojnë, për ata që janë të vëmendshëm dhe për ata që dëshirojnë ta shikojnë deri në fund. Ndiqni videon pra deri në fund, qëndroni me ne dhe pa humbur shumë kohë vazhdojmë me videon. Tani miq, po fillojmë me materialin që kemi përgatitur për sot. Te pjesa më e rëndësishme, te pjesa më e mirë dhe besoj e shumë pritur prej gjithë juve. Fillimisht, pikat e rendit përsa i përket kësaj video vijojnë me fillimisht dollarin, pastaj pas dollarit dalim në EURUSD, ku keni me pa edhe diçka pak më ekstra, në GBP USD, dhe pastaj shkurtimisht flasim edhe për perat e tjera kështu me radhë, ku në fund e përfundojmë me transparencën totale e më shumë se 3 muajve të analizave të cilat të gjitha janë të qelluara njëna me tjetrën. Okej? Kështu që qëndroni me videon deri në fund, e sidomos ata që e dëshirojnë me të vërtetë këtë punë, nuk kanë justifikime dhe po ata e bëjnë. Ndërsa ata që bëjnë skip, i këshillojmë mos me bo për arsye se humbin shumë. Po rikthehemi te ky chart. Ky është charti i dollarit në monthly time frame. Okej? Në monthly time frame. Tani, këtu që 2 vite në radhazi, kemi par dollarin duke tregtuar me një range të ngushtë, poshtë dhe lart. Apo jo? Poshtë dhe lart, derisa gjysma apo qereku prej qerekut të fundit të vitit 2024, shohim që kemi bo një thyrje më lart këtij çmimi dhe këtu është pjesa që shumica interesohen për long position. Okej? Por kjo nuk është se çfarë ka bërë smart money.
Këtu, përveç kombinimit çmimit, kemi të bëjmë gjithmonë edhe me kohën. Okej. Na po e shohim që këtu kemi pas një imbalancë që ka qenë e krijuar në fundin e vitit 2022, do të thonë që kjo plesa komplet, që e bona dhe që kështu, edhe që kjo ka qenë fundi, që kjo ka një bearish fair value gap, apo imbalancë, fundi i imbalancës, apo jo? Edhe gjatë gjithë këtyre viteve, vijoj me pjesën, apo qerekun e fundit të vitit 2024, që i afrohemi e tregtojmë në këtë price range, në këtë range, në këtë vargë, nëse e përkthejmë shqip, të çmimit në dollar. Dhe është shumë interesante. Hapja e vitit 2025. Hapja e vitit 2025 na ka e mbyll këtë fair value gap, që shpëshijet këto. Dhe ky high për gjatë gjithë vitit ka qenë protected. Këto na konfirmon mënyra se çish lëviz çmimi, që është informacion që studentët edhe anëtarët e IP University e dinë, është pjesa ku çmimi ka akumulu në ngusht me vitet tona midis një price range dhe pas kësaj ka thy një në anë duke marrë të gjithë likuiditetin këto që ka qenë këtë pjesë, dhe këtë është edhe një përpërsëris pjesa që të gjithë me psiqikën normale, humane, pretendojnë për long position, pasi që po ashtu dhe candlestick-u shikoni është një bullish body candle. Ndërsa, çfarë bën smart money? Çfarë kemi ditë ne që e kemi analizu prej këto lartë, do të thonë prej mujit të shkurtit, e kemi konfirmu për arsye se e kemi ditë për janarit, fillimisht këto mas ne këtë imbalancë, mas ne të poshtë deri në yearly dhe 600 drawn liquidity. Si kemi ditë ne informacionin për sa i përket deri këto. Pra, fillimisht kemi të bëjmë me një akumulim çmimit, është pjesa e parë ku gjithë menon një në anë. Dërsa kjo është lëvizja e parë, është manipulimi. Çmimi ka manipulu në një key level, po ashtu përmbushje të likuiditetit internal, që kemi thonë në podcast, ku kemi mësu për likuiditetin, po ashtu, përveç gjitha këtyre faktorë kryesor, koha që neve na ka mundsu këta. Pse kjo nuk ndodhi në fundin e vitit 2024, por në fillimin e vitit 2025? Tarot sup. Tash pse qysh e tek mbetet për juve me studiu, vetëm se unë e ke që më e bo është qëto një vi, edhe me tregu. Është morë likuiditet shumë i madh është, do më thonë që është veç weekend dhe vazhdon tutje, nuk e di. Është morë likuiditeti shumë i madh, ka manipulu në një key level, ka fillu procesi më rëndësishëm i trajtimit që bjen power of 3, kush kjo është pjesa kryesore e tij. Kjo këtu që ne po e bëjmë në ngjyrë të kuqe. Ma mirë qështu. Edhe pas kësaj pjese e kemi pjesën e distribution, që ka ndodhur në fillimin e muajve të parë deri në gjysmën e vitit. Pastaj gjysma tjetër e vitit, pas një expansion, gjithmonë ne e dim se marketi nuk shkon vetëm njëra anë,
Këto na ka mësuar IPDA, për informacion që edhe këto e kemi folur në podcast. Kjo këtu është pjesa vdekjeprurse të gjithë qarta. Por vdekjeprurse është për të mos informuarit ashtu që duhet, ndërsa po ashtu është edhe mundësi dhënëse për të gjithë ata që e kuptojnë. Është pjesa e manipulimit të çmimit. Fillimi i vitit 2025, lart dhe pastaj vazhdojmë në anën komplet tjetër. Këtu kemi pas imbalanca, kemi pas demands, e kështu me radhë, të gjithë tregtarët e tjerë që ata këto, të gjitha kanë dështuar me vetëm, do me thonë pas muajit shkurt, 2 muaj të radhë, shikoni. Dhe është morë kjo likuiditet total këtu, bum, kemi vazhduar më lart, pastaj është morë edhe një herë dhe këtu është mbyll viti. Open, high, low, close. Open, high, low, close. Logjika e çdo gjëje është kjo. Njëna prej pjesëve të formule suksesit në tregtim është kjo që sapo thash, edhe që e kemi shpjeguar te candlesticks te pjesa e podcastit. Për ata që gjithmonë dojnë të dinë e nuk janë përtac. Kjo ka qenë për sa i përket dollarit, okay? Tani shkojmë në Euro USD, e bëjmë edhe një komentim të çmimit se çfarë qysh tek ka ndodhur, dhe po ashtu do shihni diçka që përshtatet me dollarin, edhe që na ka mundsu për tregtim. Këtu shikoni ky fair value gap, që po ashtu është në weekly fair value gap, të është në Euro USD, këtu është mbyll apo jo? Tani do shohim në Euro USD që nuk është mbyll, edhe që ka qenë njëri për indikimeve që më vazhdu tutje. Shkojmë në Euro USD. Çfarë po shohim në Euro USD? Po e shihni monthly fair value gap-in se si nuk është mbyll këtu. Okay? Po e shohim se si është i njëjti qartë me dollarin vetëm në anën tjetër, normalisht sepse është asset class. Po e shohim se si këtu kemi marrë anën e poshtme. Është po ashtu fillimi i vitit 2025, që keni për ta patash, dhe kemi vazhdu drejt anës së sipërme, drejt John Liquidity që e kemi pas, që e dim, që kjo është high of the year, dhe këtu e kemi low of the year. Pra po duket që këtu nuk është mbyll imbalanca apo fair value gap, ndërsa në dollar po. Pastaj kjo njëna për arsye, edhe tjerat na kanë dhënë indikimin për lëvizjen që po e bëjmë. Kjo është vetëm shkurtimisht një sqarim në monthly. Tani shkojmë më poshtë edhe shohim për atë që po flasim e që po themi se çfarë ka ndodhur e çfarë kemi bërë në weekly time frame. Këtu jemi në Euro USD dhe jo po shihni diçka shumë briljante, diçka që dienia vërtet e mundson dhe na tregon që përveç printimit candlestickave dhe kohës, kohët periodike që janë time frame-at mund të ndryshojnë për mënyra dhe logjika është e njëjtë, si gjithmonë. Këtu në Euro USD, përveç monthly kemi pas edhe weekly fair value gap, që do e shpjegojmë tani. Tu kemi pas weekly equal lows, që është një likuiditet që na e kemi fillu vitin, do me thonë me një tregtim lojmesh, që do e shpjegojmë mas një. NFP, që e keni të publikuar në rrjetet tona sociale me 10 janar ka qenë, monimi me këtu kemi pas John Liquidity, më pasi që është marrë këto, kemi pas fillimisht synin që ju do e shihni edhe në foto, tani në live market, ashtu që kemi pas. Dhe pastaj prej këtu, pasi që është marrë likuiditeti, kemi prit javën tjetër që të vjen, që të na konfirmohet, dhe pastaj në kombinim me dollarin të bëjmë një tregtim që ju po e shihni këtu.
këtu janë bërë 2 entrysh. Me stop loss adekuat, si gjithmonë, me pozicionim normal, për arsye se kjo ka qenë position trading, do me thonë këtu me javë të tëra është majtë që shpëshjet, do me thonë deri këtu, po duket në foto, ky screenshot që kemi bërë më herët, dhe ky tjetri prej këtu, do me thonë deri në këtë pjesë dikon. Këto tregtime janë tregtime që i përkasin tregtarëve zakonisht me position trading, që tregtojnë me javë tëra edhe me muaj, por sistemi joni i tregtimit është valid në çdo time frame, në çdo lloj tregtarit, në çdo asset class, madje në çdo fushë të tregtimit, ku po themi ose forex, ose crypto, ose indekse, ose metale, stocks, e kështu me radhë. Këto prapë po e shohim pjesën e akumulimit, manipulimit dhe distribution. Kjo ka qenë jo vetëm këtu, në çdo tregtim që kena gjithmonë e kemi në mendje këtë. Dhe ky vit kur kemi fillu këtu, ka viju, është hop viti, ka manipulu poshtë, ka vazhdu lartë, edhe anë tjetër. Këtu, që po mundeni me e po, ka qenë një tregtim që është low of the year, dhe po ashtu, pas një expansion, këtu është një tregtim që po ashtu është bërë drejt anës bias, edhe draw on liquidity që na kemi pas për këtë vit, ashtu që shpo duket. Nëse e di, ka persona që do me thonë munën mos me besu, mos me dyshu që është total në regull, sidomos, a shini këto shkoni në 10 janar, shikoni fillimisht duke tregtu një manipulimin në anën e poshtme, pasi që lajmet munën me qenë kështu, ose kështu, të një candlestick, ma shumë nuk po foli. Këtu mundi me po, e keni me data, e keni ketë në rrjetet sociale, po ashtu, do me thonë të ke tregtu manipulimin në anën. Se vraj, edhe po ashtu shikoni këtu janë datat, do me thonë rreth fundi i marsit, fillimi i prillit. Shikoni këtu, shikoni fundi i marsit, java 3 e 4 të marsit, edhe fillimi i prillit. Këtu e keni në TikTok, mundi me shku edhe me pa rreth këtyne datave, do me thonë, shkoni edhe shini analizën që na e kemi bo para kohë, në 4 orë candles e kështu me radhë, edhe tregtimet që i kemi bo, e kemi pas një parashikim që NFP-a do tjetë kështu, po për shkak që Trumpi folke, a vedin bërsa e një moj procesin pa NFP heq, shkoni edhe shirë një vetë, do me thonë, përsa e përkja qësaj pjesë shtu, brenda qëtyne data, neve s'kim nevoj këtu me navesu, shkoni në rrjetin social TikTok të postum, do me thonë, rreth qëtyne data, prej 31 e tutje, është edhe analizë, 2 video di që kema po këto, edhe pasi që kanë përfundu, edhe mundi me hi me shku edhe me po, aty kanë qenë tregohet për disa tregtime, do me thonë intraday edhe day trade, por po ashtu është ndodh edhe një ekzekutim i një swing apo position trading, nëse muna me qujtë edhe ashtu tutje. Kjo është prapë, ashtu që shishim në dollar, logjika e njëjtë. Kur themi logjika e njëjtë, dojmë thojmë që stop, ka manipulu, dhe është mbyll. I gjithë viti ka qenë kështu. Edhe ndër faktori kryesor normalisht është koha, që kemi fol edhe rrjetet tona sociale për diçka shumë më të, që nuk është fol asnjëherë më herët, për diçka shumë më të thellë për sa i përket edhe kohës, që e kemi fillu me një kombinim me një 3 numra. Po esenca është që vetëm se e kemi përmend. Okej, tani po shkojmë edhe po bëjmë komentimin e çmimit komplet në weekly time frame, se çfarë ka ndodhur për sa i përket këtij viti. Këtu pra
prap jemi në weekly equal lows, vetëm se I pastruan pak çortat, ato ishin vetëm dëshmi e sistemit që kemi bë. Këtu kemi një weekly fair value gap plus weekly equal lows, që nëse e marrim në këtë mënyrë kështu, I kemi dy candles në nivelet të çmimit të njëjtë, shikoni 1.02225, që kanë kriju të njëjtin çmim, domethënë Wix ka qenë një likuiditet shumë I madh eksternal plus internal ky I fundit, që patjetër se është dashur për të marrë. Edhe tani, pasi të tregojmë këto, do vijojmë edhe të komentojmë çmimin komplet në anën tjetër. Nëse shkojmë në 4 orë time frame, këtu, po shihni komplet kjo është pjesa e vitit, shikoni. Në 4 orë time frame, këtu kur kemi bë equal lows, a shihni? Këtu ka ardhur çmimi dhe pastaj ka vazhduar në anën e sipërme. Gjithmonë para se të merrë likuiditeti, pretendohet që edhe një herë bëhet një manipulim I fundit dhe këto të gjithë kanë menuar që do të vazhdojmë break of structure dhe në për demandat apo kudo që është në anën e poshtme këto, do me thonë, do të bëjnë long position. Okay? Dhe çfarë ndodh? Prej 8 janarit është ndodhur një range dhe është marrë pjesa e sipërme. Këto tani do ishini disa prej ekzekutimeve, do me thonë që janë bë, që të parën e keni tash, okay? Dhe tjetëri është pjesa e lajmit që kemi bërë, do me thonë 2 herë, edhe këto, vazhdojmë me shpjegimin. Këto, pra, e kemi pas pjesën e likuiditetit, dhe fillimisht pjesa kryesore, para lajmit asnjëherë nuk është marrë, fillimisht ka qenë kjo, për arsye të range-it, dhe e dyta ka qenë pjesa e një likuiditeti shumë të madh e weekly equal lows, që është bërë, këto që pëmoni me po, ku e bën right, weekly, para menoj çfarë time frame të mëdha equal lows ka pas, edhe gjithmonë kur kemi të bëjmë me time frame të mëdha, lajmet janë ato që ju ndihmojnë atyre me kompletu, domethënë ciklin e tyre të likuiditetit për sa përket ose gjitha. Edhe prej këto që e patë dhe këto, shikoni kjo është një prej domethënë tregtimeve që është bo, që e patë dhe foto, e ka qenë ana e manipulimit, pra. Ana e manipulimit të vitit, para mendone. Ana e manipulimit të vitit, dhe këto ka qenë pjesa ma likuiditeti plus weekly fair value gap, weekly equal lows, domethënë likuiditet eksternal internal shumë ka pasur. Pastaj, në anën e poshtme këto është në tregtimi, vija java tjetër dhe këto e kemi pjesën që neve na e dëshmon. Këto që jemi duke shku në një low of the year. Pse? Pasi që kjo ka ndodhur, bum, në moment që një proces ka ndodhur dhe na ka konfirmuar një smart money reversal, po jo vetëm në 4 orë. Okay. Atëherë na e kemi konfirmu, do me thonë, një prej lëvizjeve që kemi pretendu që mundet me qenë një low of the year, ose minimum të paktën për 6 muajt e parë. Kur ka qenë kjo, pasi që kjo ka ndodhur, ashtu që po entry unë ka qenë me një pik, përsa e përket, po flasim, vitit. Përsa e përket vitit, 1.2, 668. Dhe me thonë, pasi që është mo, kjo, qëtu ka qenë edhe një CPI, edhe këto e kemi tregtu, në anën e sipërme, bele për qështu, edhe këto tashmë jo e shini si foto tash, ekzekutimin e ti, edhe NFP-n, edhe CPI-n e kemi bo, në moment që na ka bo që kjo qështu, pasi që kemi bo CPI, okay, pasi që e kemi tregtu, në moment që është përfundu dhe kemi ardhur anën e poshtme, duke I bërë mitigate këtë pjesë që e ka marrë low-in, me fuqi, me thick candles dhe është konfirmu diçka naltë, këtu kemi pas ekzekutim, duke lënë stop loss më poshtë. Okay? Dhe kjo ka qenë ajo çfarë ju e pat. 1.02668.
Okay? Pasi që ka ndodhur kjo ka qenë low the year. Pasi që ka ndodhur kjo, do me thonë, shikohet këto në 4 orë kemi një order block që nëse markojmë këtë pjesë fundit që OTE-ja, këto ka qenë pjesa që neve ose kishmi pas me qenë gabim, ose neve na u kish konfirmu lowi. Që kjo, do me thonë, në shkort, ka qenë kjo pjesë cila na ka ndodhur, dhe këto që shpo duket, pasi që pas një total supi gjithmonë kemi një OTE, këto në moment që kemi vazhdu anën e sipërme, sidomos në muajin e mars, që shpo duket, atër këto gjithçka është konfirmu. Për ky low me qenë protected për një periudhë të gjatë, po flasim në për higher time frame, okay? Dhe kështu kemi vazhdu, do me thonë, tutje përsa i përket kësaj. Normalisht që na jemi marrë këtu non-stop edhe me intraday trading ashtu që e bojmë, po flasim gjithsesi edhe për kështu. Pra kjo ka qenë OTE-ja. Dhe këtu po i fshim këtu që mos na duket shumë dhe kalojmë pra në weekly time frame. Prap expansion këtu e kemi pas në rregull. E kemi pas joint liquidity tonë, e kemi pas, do me thonë, gjithçka ka qenë rregull ashtu deri ku e kemi zonë edhe high the year, që e keni edhe në YouTube është lajmi i FOMC-s që si target ka qenë ky monthly fair value gap që na e kemi bë, okay? Pra komplet vitin e kemi bërë tregtimin edhe të low the year, edhe të high the year. Do me thonë, prej komplet vitit kemi tregtu edhe pjesën e poshtme, edhe pjesën e sipërme. Mas ne i këto, keni me po në fund komentimin e çmimit të ren, një pas një, se qysh është bërë tek është bërë, vetëm prej se ka fillu IPO e lejmë kështu. Nëse shkojmë, do me thonë me bo një komentim të çmimit, këtu e kemi pjesën që me weekly candle na u ka konfirmu, në moment që kemi anën e poshtme është kompletu si artia, OTE, kemi vazhdu më lartë, pastaj mbyllja e këtij candlestick më lartë, do me thonë na ka dhënë bindje më të madhe, që në moment që është bo, atëherë me muajin e daljes, do me thonë me muajin mars, një dalje, një monthly candle të ri, që e kemi bo këto ka qenë konfirmimi jonë ekstra përsa e përket kësaj pune. Dhe këto ishte pjesa tjetër, okay? Kemi vazhdu anën e sipërme, këtu ka ardhur çmimi, çfarë ka bërë? Vetëm e ka mbyll këtë, do me thonë, këtë imbalancë. Këto shikoni, wikat bëjnë dëmtimin, trupat tregojnë narrative, e ka mbyll këtë imbalancë, ka vazhdu nalë. Pastaj këtu çmimi, çfarë po duket? Po duket që vetëm është ribalancu dhe ka shku në anën tjetër duke mos lënë imbalanca fare. Ribalancim vazhdim drejt ku? Drejt likuiditeteve që ka pas, do me thonë, për të bo. Para se marrë këtë çmimi, shihet që ka pas inside candle, është marrë ana e sipërme, likuiditeti eksternal, pastaj në anën e poshtme deri në 50%, ku është njëna prej targeteve tona. Dhe pastaj këtu është ndalë. Pse është ndalë këtu? Pse nuk ka shtuar deri në anën e poshtme? Për arsye se kemi pas bias të joint liquidity në anën e sipërme. Pastaj këtu, midis këtyre dyja, kemi një total super sentime gjiu që do flasim. Ka ardhur çmimi deri këtu, deri në këtë pikë, në anën e poshtme, është marrë, ka vazhduar më lart, ashtu që hipotezë screenshota deri këtu. Pastaj këtu është bë high of the year, do të thonë është pjesa e FOMC-s që e ka bë, që është targetu ky monthly fair value gap, nëse mundemi me po. Do të thonë, dhe prej këtoj çmimit po duket se si ka ngadalsu, ku 6 muajt e parë të tij kanë qenë expansion, ndërsa 6 muajt e tij ka pas lëvizje shumë më të vogla. Okay? Dhe ashtu qysh po duket në weekly time frame, për mos të hyjë tepër shumë gjatë, ka qenë çmimi ky, po i kthehemi prap këtu në këtë pjesë, për arsye se për transparencën e çka kemi pasur, të kjo pjesë, shkojmë prap në 4 orë time frame, edhe dukemi se çfarë kemi pa. Pra, çdo herë para se me lëviz çmimin, na shikoni që ka manipulu poshtë. Pse? Sepse kjo është mënyra se si çmimi lëviz, okay? Që këtu kishim menu komplet për break of structure, ndërsa na kemi bërë të kundërtën. Kjo është për sa përket çfarë na ofron ndjenia gjithmonë duke i falendëruar Zotit. Nëse shkojmë në 4 orë time frame, këto pasi që është konfirmuar low weekly candle, ne këto çfarë kemi pa, çfarë ju mundi me pa edhe në videon, do me thonë që ne kemi postu, ne kemi pretendu që ky ka qenë key level që na do të pretendojmë për me vazhdojnë. Sipërme, në dollar ka qenë SMT, në EU ka qenë, do me thonë,
këtu kemi pas një turtle soup që është bërë low the week ditën e martë, këtu ka qenë një pi tregtimeve tona, po ashtu intraday, domethënë. Edhe në ditën e martë ka qenë low the week që shpëtoi nuk është marrë asnjëherë, pastaj me Trumpin duke na ndihmuar si gjithmonë lëvizjet edhe çfarë ai thoshte në për lajme, domethënë që gjithçka të koordinuar, jo që bëhet diçka që nuk është parashikuar apo nuk është di. Neve na u kanë ndihmuar për një fresh momentum dhe likuiditet drejt asaj çfarë ne kemi pretendu këtë qartë mundi me shku me po edhe në videon që kemi postuar në TikTok, do me thonë dikun rreth fillimit të prillit edhe fundit të marsit. Okay? Kjo ka qenë për sa i përket asaj dhe këtu e kemi pasur entrin ton, do me thonë tek kjo pjesa e swing edhe position tregtimit e kemi pas në këtë pjesë këtu 0.7878, do me thonë kjo është bo në ditën e mërkur pasi që është konfirmu kjo pjesë, okay? Pasi që është konfirmu kjo pjesë dhe kemi vazhdu natë, atë ne kemi siguru me Turtle Soup dhe SMT e kështu me radhë që janë gjëra edhe konfirmime gjitha, që ky low nuk do të merret, ky është ky level që po respektohet, është marrë likuiditeti, këtu kemi pas me dollarin, në moment që kjo nuk e ka thyer edhe një, kjo ka qenë sikur te yearly apo OTE-ja. OTE-ja pas Turtle Soup, OTE-ja. Moment që është konfirmuar kjo çmimi, në moment që ka vazhduar në anën e poshtme, kjo ka qenë endi që është bërë me një stop loss valid, edhe pastaj ka filluar lëvizja drejt drawn liquidity në anën e sipërme, për sa i përket pjesës së dytë të asaj që treguam në fillim, dhe këtu qysh po shihet, ashtu qysh i pot edhe fotot, kjo ka qenë e para, kjo ka qenë e dyta për gjatë të gjithë vitit. Dhe viti, para se me viju në anën e sipërme, fillimisht ka manipulu poshtë, pastaj ka vazhduar lart ashtu qysh bën çdo candlestick. Po kjo duhet përdorur gjithsesi me kombinim. Pas kësaj, po dalim në GBP/USD dhe po ju tregojmë edhe komentimin e çmimit edhe çfarë kemi zbuluar aty. Jemi në GBP/USD, këtu është fillimi dhe fundi i vitit 2025. GBP/USD, po ashtu sikur EUR/USD, moment pasi që është fillimi i vitit, ka manipulu poshtë, ka marrë një low me body ku këtu shumica domethënë janë manipulu në anën e poshtme, duke pretendu domethënë për shku në anën e poshtme, dhe sa këtu kemi pas një key level që është respektu dhe po ashtu është marrë një likuiditet eksternal. Pasi që kjo ka ndodhur dhe na u ka konfirmu këtu, kemi pas këtë inversion këtu, që po mundim me po, këtë inversion për value gap. Këtu, pasi që kjo ka ndodhur, përveç se është inversion, po ashtu ka qenë, po e largojmë pak këto këtu, ka qenë edhe imbalance, që në moment që është bë fill, do më thonë, prej muaj shkurt, ka viju lëvizja në anën e sipërme. Këtu kemi pas expansion po ashtu sikur në EU, çfarë ka ndodhur? Deri ku ka manipulu çmimi? Ka manipulu çmimi deri në këtë pjesë. Në moment që është mbyll, pra pjesa e imbalancës, okay, po shihet se çmimi ka vazhduar në anën e sipërme. Ndërsa po shkojmë lower time frame, këtu duket sikur çmimi po bjen, kjo është sjellja tipike e çmimit, edhe market makers se çfarë bojnë për sa i përket manipulimit të tjerëve, ndërsa drawn liquidity kemi pas anën e sipërme, që tash do të flasim për to. Pas kësaj shihet që çmimi nuk ka pas imbalanca fare, sidomos në higher time frame, dhe kemi vazhduar drejt drawn liquidity që fillimisht ka qenë kjo pjesë këtu, pas kësaj është kjo këtu që do flasim tani. Në moment që ka ndodhur e njëjta gjë që ka ndodhur këtu, ka ndodhur të njëjtën këtu, po shihet që vetëm imbalanca këtu është bë fill, të gjithë tjerët kanë menduar që po manipulohet, bile ka disa prej tyre që nuk e kanë idenë sepse nuk e kanë idenë që duhet shiku weekly time frame. Dhe pastaj, pasi që është bë kjo, kemi arrit deri në një pikë ku këtu ka qenë një draw on liquidity interesant. Dhe ka qenë një draw on liquidity që është bë, do me thonë këtu, dhe ne kemi fol po ashtu në live market. E keni gjithsesi dikun rreth kësaj jave, rreth qershorit, do me thonë të rreth fundit qershorit të vitit
2025, shikoni në TikTok, unë e filloj, do me thonë, duke thonë se, kur ta qes qëtë video, çmimi ishte këtu, rreth 2 orë përpara, unë thoja që John Liquidity i rrallës në GBP është USD është 1.37492. Okay? 1.37492, a çmimi manipulon tonën e poshtme. Bile, këtu thëm që pasi që thëm atjall, pas 2 ditë thëm a sheni çmimi që po shkon me fuqi në orën e poshtme, kjo është ajo që ka mu m'pëlqen. Mu m'pëlqen për arsye se tjetë manipulohen ndërsa na veprojmë në orën e sipërme, po ashtu e njëjti sen çfarë ka ndodhur është që këtu. Imbalanca është marrë lloj, nuk është bo fail komplet, por ka mjaftu për të vazhduar në tjetër. Dhe ky likuiditet është arrit. Shkoni edhe një herë në TikTok, në qeshor, dhe ju do e shihni këto vetë. Gjithçka është e postuar me data, me sene, me krejt, ma transparent se kaq nuk ka ku shkon. Do të thonë çka kemi bëu na është problem që është bëu më herët në treva shqiptare, edhe faleminderit Zotit e gëzojmë këtë epitet, do të thonë. Pasi që çmimi ka arrit këtu te java më e lartë e GBP USD-s. Raport në EU FOMC e ka marrë, ka qenë high the year, ndërsa këto në GU ka qenë high the year. Këto nëse e shohmi në pjesën më të lartë në GBP USD të komplet vitit, edhe këtu kemi tregtim që edhe këtu ju mundi me shku me po që është e postuar, është në TikTok, okay? Dhe nëse shkojmë në këtë pjesë, pak po bëjmë ma të pashtë çmimin këto mos ta bojmë, përveç këtij komentimi, po e tregojmë pra edhe pjesën e tregtimit që na e kemi pas, këto mos ta fshi, dhe shkojmë në 4 orë time frame që ka qenë pjesa që neve na e ka bo këto. Entry më e mirë, që këtu 1.3792, do më thonë që është marrë. Pasi që është marrë kjo likuiditet, ka vazhdu në orën e poshtme, me njëherë tjetër filloj me shit, këtu ndodh një SMT me të rrosu me EU, dhe këtu fillimisht entry jam që ka mujt me qenë më i miri, ka qenë këtu, isha i gatshëm keq, por e pata pas një pushim, që shpo duket edhe në korrik, edhe nuk të ishta me një ren, e pata një lloj hezitimit vogël, në aspektin e asaj që gjithmonë shkoj me flow-in, atë kur të pushoj se diçka filloj një me testim, me sene gradualisht, nuk do me thonë që një tregtim kështu, se kjo është diçka normal, kolla rrezikshme. Tregtimi është sa është i mirë është edhe i rrezikshëm. Edhe në moment që kjo nuk kam bo, e kam lënë këtë ditë të martën, më konë high the year, high the week, high the day, kejta. Në moment që është konfirmu këtu, orën e poshtme, atëherë kjo ka qenë ajo pjesa e trigger e jemja që unë kam pretendu me bo. Dhe këtu tregtimin edhe do me thonë entry e kam bo me 5 minuta time frame. Do me thonë është high the year, entry do me thonë ka të boj me një vjetë qëto, që të më bo me 5 minuta. Që ka ndodhë kjo? Po e vazhdoj këtë pjesë qëto, edhe po e i këta. Pasi që më është konfirmu kjo pjesë këtu, dhe kom po, do me thonë, konfirmit e tjera, këtu në Asia Session është tregtimi që e kom bo, shihet që është marrë një likuiditet eksternal brenda 4 orë time frame-a, dhe qëto kemi pas një 15 minuta, do me thonë, në një kohë caktuar gjithë shka të mirë, kemi pas qëto një entry që e kemi bo, do me thonë kjo është e bo me 2 korrek, nëse shkoni në rrjetin tonë social TikTok, atër do muni me gjithsesi këtë video që na e kemi bo, dhe është live market si gjithmonë, pastaj shkoni që ka vazhdu dita në orën e poshtme, mënyrën ma brutal të mundshme, dhe komplet qëtë javë, që kjo ka qenë entry ma e mirë, që oni nuk e kom bo, nuk do me thonë, nuk do kënjej, po entry 2 ma e mirë në javë është do me thonë high the year, apo në weekly candle, por nëse shkon më lower time frame, entry përsa përket komplet qisa jave, ka qenë i dyti më i miri këtu poshtë. Okay? Dhe prej këtu, do me thonë nëse shkojmë asë njëherë më çmimi nuk ka orë në atë nivel. Shikoni, është afru që, por asë njëherë nuk ka orë aty. është pjesa high the year. Okay? Ne kemi thirë edhe pjesën më të ullt të Bitcoinit, low the year, e keni pa ashtu postim. Kemi full për pjesën më të ullt të vitit në Ethereum, e keni plus video, do me thonë e keni video në YouTube. High the year në EU që e përmene merë me FOMC, e keni video në YouTube. Një tjetër që është super e famshme, që ka të bëjë me goldin, është një prej video tona ma transparente, ma të mira, ma të famshme
për sa i përket kësaj. Ku këtu është postuar me 16 maj. Low the day, low the week, edhe low the month, që këta këtu nuk i kam asnjëherë të prekta, asnjëherë të fshime, vetëm shkak i transparencës. Dhe këtu kemi thonë që nuk vjen më çmimi, jo që nuk ka ardhur atë ditë, atë javë apo atë muaj, po çmimi nga 12 maj tani kemi hyrë në vitin 2026, asnjëherë nuk ka ardhur. Okej, ta shumë për juve normalisht mundën me dyshumun me po për ata syna e kemi edhe IP University, i kemi edhe antartë që investimin e tyre janë duke i kthy, janë duke po gjithçka duke ndodhur live, edhe duke ndodhur kështu. Këto e keni transparencën më të madhe, e keni të postuar edhe me datë, edhe me kohë, edhe me gjithçka. Plus e keni postuar edhe në YouTube se çka kemi po qyshe tek kur çmimi ka ardhur këtu. Po shikoni çfarë ka ndodhur më pas. Asnjëherë më çmimi nuk ka ardhur në këtë pjesë. Dhe kjo, nëse kish pas me qenë vetëm fat, atëherë ne kishme bo vetëm një. Po, Gold, Ethereum, Bitcoin, EURUSD, GBP/USD high the year. Pastaj, të gjitha videot tona të përditshme, sepse ne po flasim përgjithësi, të gjitha videot tona të përditshme në për high the day, low the day, e kështu me radhë. Ato janë fakt që po ndodhin. Madje, termet, sikur tërllësu, likuiditet, imbalanca, e kështu me radhë, pa ardhur ne në treva shqiptare, pa dalë publikisht, asnjëherë as nuk kem përmend më herë, apo shikoni sot shumica kanë filluar të tregtojnë njësoj. Shumica kanë filluar me i përdor jo vetëm këto terme, por po ashtu edhe sisteme. Shumica madje kanë dalë edhe kopjojnë, edhe bojnë. Edhe shumica për tyre tregtojnë njëjtë, ose ndoshta shumë gjashëm, edhe i vojnë emrat vetë, atyne që kemi thonë na, po flasim për treva shqiptare. Kjo është revolucioni që ne po e bëjmë. Para neve nuk ka ndodhur këto, pas neve po ndodhin. Shumica nuk na e din, po nuk është problem, me rëndësi që janë fakte që ne jemi të partë, po do më thonë, përsa i përket kësaj pjese, përsa i përket këtij menimi, përsa i përket tregtimit real në treva shqiptare, ne mundemi me ju thonë vetëm s'ka përse. Për ndryshe, faleminderit shumë që e ndoqët këtë video. Do Zoti i Madh e keni jo vetëm një ditë, një javë, një muaj apo një vit kalendarik, jo si fesë, po kalendarik të ri, të mirë, po do Zoti i Madh gjithë jetën tuaj posedoni vetëm shëndet e mirësi, jo së bashku me familjet e juja. 2026 po na vjen me risi, do vazhdojmë edhe me vlogs, impossible vlogs, do bëjmë content edhe më shumë, edhe më mirë, podcasti do Zoti i Madh do vazhdon, edhe gjithçka që mundet me u bë më shumë edhe më mirë, do mundohemi. Planet tona, afatgjate i kemi të rendituna, vetëm gjithmonë pritet koha për të bë. Ju falenderit shumë dhe ju uroj shumë sukses në këtë kohë, në këto ditë, këto javë, këto muaj e këtë vit të ri kalendarik. Falenderit shumë dhe shihemi në videot tona të radhës.